Dhe hapi parë që do hidhet, urgjentisht duhet krijohet Agjencia Kombëtare e Turizmit. Po nuk u zgjidh Agjencia Kombëtare e Turizmit, Ministria e Kulturës e Turizmit është kot, për mendimin tim. Mi fjalë, këto 3 degë të departamentave të shpërndara, mi fjalë, këto do futen ke Agjencia Kombëtare e Turizmit dhe do ecin gjanat ashtu siç duhet. Në qoftë se nuk e realizojmë, çdo ditë që vonohemi do jetë në dëm të bizniseve të Kosovës, do jetë në dëmin e zhvillimit të turizmit dhe ekonomisë të Kosovës. Po jep vetëm një fakt, këtu ku çalon puna. Sot turizmi malor është trend. Kosova ka një potencial të jashtëzakonshëm sa i përket zhvillimit të turizmit malor. Relevi i Kosovës është mbi 60%, domethënë i përfshirë me bjeshk. Dhe sa të që na duket që jemi të vonuar, prapë unë shoh një perspektivë se shtetet tjera, rajoni dhe shtetet tjera sa do kudo, pavarësisht që kanë avancuar, po në një mënyrë domethënë edhe kanë konsumuar ofertën. Dhe unë mendoj që do jemi një treg domethënë që do eksporohet dhe do të jetë shumë kurortar për turizëm nga gjithë bota. Po problemi është se ne kemi një trekëndsh. Shqipëri, Kosovë, Mali i Zi, është Tour Balkans. Dhe çfarë ndodh? Sot e kemi thethin në Shqipëri, domethënë që është bën një trend, është bën një trend jashtëzakonshëm sa i përket kërkesës dhe nevojës, domethënë të eksperimit të turizmit, domethënë sa i përket thethit. Me mbylljen e kufirit, të Çakorit, po flas gjithnjë në regionin e Rrogovës dhe të Pes, që ai kufi është i mbyllur me Malin e Zi dhe ne jemi në handicap. Domethënë Kosova është ekspostuar sa i përket kësaj dhe gjithë ato turistë që eksplorojnë pjesën e plavës, të Gucis, të Vuthajve, shkojnë turin e bojnë në theth, nga thethin e Valbon, në vend se të vinë në Kosovë, ato kthehen në Maltezi. Dhe gjithë ato turistë shkojnë në aeroportin e Podgoricës dhe nga aeroporti i Podgoricës instalohen në plavë në Vuthaj dhe vazhdojnë. Po të jetë kufiri Çakorit i hapur, unë gjithnjë flas në aspektin ekonomik dhe zhvillimit të turizmit. Atëherë ato do vinë në Prishtinë, nga Prishtina do vinë në Rrogovë, do stacionon një ditë 2 me fjalë, dhe prej aty pastaj do filloj turi. Domethënë turi do të fillojë nga Kosova. Dhe unë këtu do të luftoj me çdo mundësinë time që më jepet që urgjent të hapet kufiri me Çakorin. Nuk është problemi i demarkacionit se sa politikanë edhe mund të lidhen me atë, se është problemi i njëjtë sikur me Kullën, me zhlebin që i kemi që funksionon me Rozhajin, me fjalë. O do mbyllen dyat, realisht kështu i bie, o do hapen dyat. Unë flas gjithnjë në aspektin ekonomik dhe të zhvillimit të turizmit. Nëse flasim në aspektin të patriotizmit pastaj, të trevave shqiptare, atë pjesa e plavës së Gucis, ato bashkombasit tonë, ato kanë lidhje gjaku me Kosovën. Ato janë që thonë është e mish me Kosovën dhe ato janë lanë në arres. Në vend se të hapet kufiri dhe ato vinë në pej, për 1 orë ato detyron veshin e djathtë të marrin me dorën në majt, me fjalë të sillen rrotull që të vinë Kosovë, është një padrejtësi. Si që unë kështu e mendoj domethënë.